Shqipëria dhe Malizi do të bashkëpunojnë ngushtësisht në synimin që të ulen bashkarisht si antar të rinj të Bashkimit Evropian, shpallën në Tiranë ministrat e jashtëm të dy vendeve, Ferit Hoxha dhe Ervin Ibrahimović. Ne do të vijojmë dhe bashkërendojmë ngushtësisht qëndrimet, të shkëmbejmë eksperiencë dhe ekspertizë dhe të mbështesim njëri tjetrin në përmbushjen e detyrimeve të negociatave, me synimin që së shpejti të ulemi bashkarisht si dy antarë të rinj në tryezën e madhe të familjes evropiane. Ne përçojmë dhe një mesazh të qartë që Malizi dhe Shqipëria nuk janë thjesht fqinj, por partnerë me përgjegjësi të përbashkëta për stabilitetin, sigurinë, paqen dhe të ardhmen europiane të rajonit. Shefi i diplomacisë malazeze, vendi i cili ka mbyllur 14 kapituj dhe i cilësuar pararoje procesit, theksoi se të dy vendet do të vazhdojnë të janë shembull bashkëpunimi dhe përgjegjësie në rajon. Është shumë domethënëse që Malizi dhe Shqipëria janë aktiv në negociata me Bashkimin Evropian dhe jam i bindur se të dyja vendet tona do të vazhdojnë të tregojnë shembullin e përgjegjshmërisë dhe bashkëpunimit në rajon. Dhe në këtë aspekt jam shumë i kënaqur që samiti BE Ballkani Perëndimor do të mbahet në Malinezi më 5 qershor. Një mundësi tjetër kjo për të fuqizuar edhe perspektiven europiane të rajonit. Ura mbi Bun dhe Hekurudha Podgorica Hani Hotit janë dy projektet kryesore mes dy vendeve që shënuan 20 vitorin e marrëdhënieve diplomatike. Do të angazhohemi për të dhënë shtys projekteve prioritare si hapja e pikës së përbashkët kufitare Zogaj-Skje, avancimi i projektit të urës mbi lumin Buna, si dhe Hekurudha Podgorica Hani i Hotit. Kemi interes për të pasur një parim më të lartë të kompanive marazeze në Shqipëri, si dhe për të krijuar mundësi të reja për zhvillim, për investim dhe bashkëpunim tregtar. Shefi i diplomacisë shqiptare i propozoi homologut malazez rikthimin e mbledhjeve të përbashkëta të qeverive për avancimin e projekteve të përbashkëta. Mendojmë që në një moment të përshtatshëm të riaktivizojmë një mekanizëm të rëndësishëm mes dy vendeve tona, që është takimi ndërqeveritar. Dy ministrat theksuan minoritetet si ura lidhëse mes dy vendeve, sikurse theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, procesit të Berlinit dhe forcim të sigurisë kibernetike në Ballkanin Perëndimor, duke përmendur rolin e Shqipërisë në qendrën rajonale të sigurisë kibernetike.